Profeti ka pas bashorte në fillim Hatixhen, radhiyallahu anha. Hatixha me moshë ishte më e madhe, po dashuria e tyre ishte e jashtëzakonshme dhe ajo vdiq. Kur u martua përsëri me Aishen, Aisheja ishte më e re, më e mbajshme, më e bukur, sepse Hatixha ishte në moshë të madhe. Një ditë Aisha ndoshta u nxitu pak dhe kur e shikonte profetin që e përmendte Hatixhen shumë, masi ajo kishte vdek, i erdhi pak xhelozi. Edhe i tha, o i dërguari i Zotit, sa mirë është ta kur vesh një robë të re, mbasi rroba tjetër ishte vjetruar. E kupton? Pra, i erdhi një lloj xhelozie se si shpjegohet. Dhe ne mrekullohemi me këtë. Që pejgamberi alayhis salam, ai shumë dashuri kishte pas me bashorten e vet, derisa ajo vdiqe dhe mbasi vdiq sa e përmendte gjithmonë atë për mirë. Sot ka burra që harrojnë gruan tuaj pas akoma. E tradhtojnë, e keq trajtojnë, e dhunojnë, e turprojnë, e ofendojnë, e shajnë. Ndoshta edhe e kundërta. Kurse pejgamberi alayhis salam ku gjente rastin ta lavdrote Hatixhen prap, mbasi ai kishte vdek. Shikoje çfarë niveli njerëzor. Se ne sot po jetojmë, ne jemi masi 1450 vjetësh. A jemi zhvilluar apo kemi shku mrapa? Kemi shku mrapa pra. Se ne s'po i respektojmë bashortet duke i pas. Jo më kur ato ndrojnë jetë. Kurse pejgamberi sa gjete rastin e lavdrote Hatixhen. Dhe Aisha u bë pak xheloze dhe tha, o i dërguari i Zotit, sa si tha mjaft. Po ja tha pak me stil. I tha, sa gjë e bukur është rroba e re, kur rroba tjetër ishte vjetruar. Po pejgamberi kuptoi s'ka pas njëri në gjithë historikun botror njëri më të mençëm se ai. Sepse e mësoi vetë Zoti i gjithësisë dhe kishte ekuilibër hormonal, shpirtëror, psikologjik, zemror, hyjnor, kuranor. Gjinaf për ato që se njohin. Edhe i tha, o Aisha, edhe thot Aisha vetë u skuq, u mërzit. Tha, mos haro kur inni ruziktu hubbeha. Më ka funi Zoti me dashurinë ndaj saj. Sa i drejtë që ishte. Kishte raste kur në për rrugë që lëvizte, takotën e i shoqet Hatixhes e respektote u ulte duke kujtu Hatixhen. Edhe në fakt kjo është jeta Allah. Pejgamberi ishte zemër të madhe, ishte i kulturuar, ishte i moralshëm sipas Kuranit famlar. Ne sot e shesim bashortën, ne shesim shokun. Sa i kthejmë shpinën njëri tjetrit, e shajmë njëri tjetrit. Na nxihet zemra shpejt neve vëlla. Prandaj ne jemi në klasë të parë të Islamit. Kurse pejgamberi alayhis salam, Ejubi alayhis salam, bashortja e tij, Hatixha vet, është niveli i lartë. Ne si kuptojmë dot ato se kur je klasë parë se kupton dot një në universitet. Po ja tha, o bashortja ime tha, mos fol kështu. Sa e para me Islam nuk lejohet flasësh kështu. Inni ruziqtu hubbaha. Unë jam furnizuar me dashuri të pakufishme për të. Niveli i lartë shumë. Edhe Hatixha ishte ajo që i kishte dhuru pejgamberit 6 fëmijë. Do flasim me i temë tjetër për këtë, edhe bashortja e Ejubit ishte niveli i lartë shumë.